Parashikimet e meteorologëve dhe njoftimet e mbrojtjes civile për rreshtet të dendura të shiut gjatë këtyre ditëve kanë vënë në lëvizje të gjitha strukturat vendore në qytetin e Vlorës, të cilat janë angazhuar për të qenë në gatishmëri të plotë dhe për të marrë masat e nevojshme për të shmangur problematikat që vijnë nga moti i përkeqësuar. Që prej mbrëmjes të së mërkurës, ndërmarrja ujësillës kanalizime rajoni Vlorë ka kaluar në një gjendje të plotë gatishmërie. Ekipe teknike janë angazhuar në terren për inspektimin e rrjetit të kanalizimeve, për të identifikuar problematikat e mundshme dhe për të realizuar shërbimet e mirëmbajtjes pastrimit me qëllim përballimin sa më efikas të rreshjeve. Sipas të dhënave, mbrëmja e kaluar ka kaluar pa probleme në rrugët e qytetit, të cilat ishin në gatishmëri dhe gjendje normale. Kjo tregon për një punë të qëndrueshme dhe të organizuar nga punojësit e kanalizimeve, të cilët kanë ndërhyrë në kohë për të shmangur funksionimin e rrjetit dhe për të shmangur përmbytjet apo bllokimet në qarkullim. Ndërhyrjet kanë vijuar edhe mëngjesin e kësaj të njëjteje me pastrimin e pusetave dhe kanaleve të ujrave të bardha në disa nga akset më të frekuentuara, por edhe në brendësi të lagjeve. Vëmendje veçantë është kushtuar zonës Albano dhe Rominës, e cila prej vitesh njihet si një nga pikat më të ndjeshme dhe problematike gjatë rreshjeve intensive. Në këtë zonë janë vendosur mjetet të specializuara të ndërmarrjes së ujësillës kanalizime, përfshi automjetet e pastrimit dhe pompimit të ujit. Ashtu është stacionuar një gjenerator elektrik që do të shërbejë si mbështetje për stacionin e pompimit në rast se do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike apo fluks të shtuar të ujit. Ky është një veprim i planifikuar që synon garantimin e funksionimit të pandërprer të rrjetit të kanalizimeve, duke parandaluar përmbytjet që shpesh janë shoqëruar me pasoja në të kaluarën në këtë zonë. Ndërkohë shumë shpejt pritet të nisë zbatimi një projekti të ri për rrjetin e kanalizimeve të ujrave të bardha në këtë segment problematik. Ky projekt është menduar si zgjidhje afatgjatë për të adresuar përfundimisht shqetësimet që përsëriten sa herë ka rreshë shiu me intensitet. Autoritetet vendore ftojnë qytetarët të bashkëpunojnë duke shmangur hedhjen e mbetjeve në rrugë apo pusetat e kanalizimeve, pasi kjo ndikon drejt për drejt në bllokimin e rrjetit dhe përkeqësimin e situatës në rast të rreshjesh. Gatishmëria do të vijojë edhe në orët në vijim, por edhe në ditët në vazhdim, në varësitë e ecurisë së kushteve atmosferike, dhe ndërhyrjet do të intensifikohen në të gjitha zonat të qytetit, sidomos në pikat që konsiderohen më të ndjeshme ndaj përmbytjeve.